Pastaj, Bogdani, unë nuk e kam quajtur që është serb, mbiemri i tij është serb, Bogdan. Dhe këtë shikoni se çfarë thotë në një konferencë që kanë bërë ndokët në Zvicër, gjurmë të rënjeve tona Patër Ndua Kajtazi. Ja çfarë thotë. E gjejmë dy familje Bogdani. Pse Bogdani? Të kushtot çka do të thotë kjo Bogdani? Bogdani është çush kemi Hasana, Hysena, që nuk janë tursh, po janë shqiptar, çush kemi Kenedan, Jacksona, Nelson. Shikoni pra si mundohet me arsyetu mbiemrin serbisht Bogdani me Hasani e Hyseni. Unë dua t'ja them këtij Patër Ndua Kajtazit. Nuk mund të krahasosh ti Serbien, që çdo herë ka qenë genocidaliste. Madje keni libra të shkruar që edhe kanë publikuar me shkrim se Kisha Katolike vetë ju keni deklaruar se ka vuajtur nga Car Dushani, nga Mbretëria Serbe, parë Perandoria Osmane. Pra nuk është njëjtë mbiemrat serbisht me ata Hasan e Hyseni turk. Hasan nuk është turk, po është emër arab, në gjuhën arabe, është emërtuar edhe nipi i profetit Muhammed, po tek e fundit ne kemi Hasan Riza Pashën, që nuk ka qenë shqiptar, komandant i Osmanëve që e kanë mbrojtur Shkodrën kundër malazezve e qefiset katolike. Në aton janë konë bashk me malazezës kundër shqiptarisë. Pra nuk është njëjtë si Bogdan si Hasan, se mu më del përballë një Hasan Riza Pasha, jo shqiptar, e i cili e ka mbrojt Shkodrën që mi mjet Shqipnisë. Ju lutem, kthjelluni.